Shikues me lajmin më të fundit përmes një lidhje live me kolegun Ergys Gjençaj, sepse Sekretariati i Etikës ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për përjashtimin e zotit Auland Balla. Për më tepër informacione është Ergysi. Përshëndes Ergys. Nisita, përshëndetje. Të premten e javës së kaluar, një ditë pas seancës plenare, Partia Demokratike depozitoi zyrtarisht në kryesinë e Kuvendit, konkretisht në Sekretariatin e Etikës, kërkesën për masë disiplinore dhe për përjashtim me deri në 30 ditë të kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla, pasi gjykuan se gjatë seancës së njëjtës së kaluar, zoti Balla kishte përdorur fjalë ofenduese ndaj deputetëve të Partisë Demokratike. Sekretariati i Etikës umblodhi sot në orën 9:30 të mëngjesit dhe vendosi rrëzimin e kërkesës Partisë Demokratike, pra të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kishin kërkuar marrjen e masës disiplinore ndaj zotit Balla. Ndërkohë nisit sapo ka nisur, mësohet, mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në mbledhjen e grupit parlamentar merr pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Një mbledhje e cila është e fundit për këtë sesion parlamentar, pasi parashikohet që të njëjtën datën 18 të jetë dhe seanca e fundit për këtë sesion parlamentar. Pritet të mësojnë në fund të mbledhjes se cilat do të jenë porositë dhe kërkesat e kryeministrit Edi Rama ndaj të gjithë deputetëve të Partisë Socialiste. Ndërkohë nisit vetëm pak momente më parë në kryesinë e Kuvendit për t'u bashkuar mbledhjes së grupit, ka mbërritur edhe zëvendës kryeministra dhe ministria për infrastrukturën dhe energjetikën, zonja Belinda Balluku. Kjo është vizita ose takimi i parë në të cilin mbledhjet e grupit parlamentar në të cilin merr pjesë zonja Balluku pas vendimit të mëparshëm të GKO-s për pezullimin e saj nga të gjitha funksionet publike, e më pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila trupa e kushtetuese rrëzoi pra pezullimin e Belinda Ballukut si nga të gjitha funksionet publike. Ndoshta mund të ketë një deklaratë për median të vetë kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo jo, Ergys, duke qenë se edhe në nisje të raportimit ishte lajmi që rrëzohet kërkesa e Partisë Demokratike për përjashtimin e tij, ndoshta mund të ketë një koment, sikurse edhe ndonjë informacion më tepër për mbledhjen e grupit. Nuk e di në tilla raste apo është hermetike si mbledhje. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste është një mbledhje e mbyllur, pra nuk ka kamera apo gazetar për ta ndjekur nga afër. Është një mbledhje e mbyllur dhe pritet në fund të mbledhjes do të shohim nëse kreu grupit socialist Auland Balla do të japë një deklaratë për mediat. Jemi mësuar që në pjesën dërmuese të mbledhjeve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në fund të çdo mbledhje, zoti Balla ka dhënë deklaratat e tij për media duke fokusuar te mbledhja e grupit, por sigurisht edhe duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Do të qëndrojmë këtu deri në përfundim të mbledhjes së grupit dhe më pas do të përcjellim të gjitha informacionet që do dalin prej kësaj mbledhje të rëndësishme në kontekstin e faktit që në këtë mbledhje merr pjesë edhe kreu i qeverisë zoti Edi Rama. Faleminderit shumë Ergys për informacionet. Faleminderit ju.